Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga unë Andi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju sot jemi ditë e martë dhe shohim 6 janar për vitin 2026. Me programin e mëngjesit do të jemi nga ky moment edhe deri në orën 9, si zakonisht me rubrikat e përditshme, titujt të gazetave për sot. Do kemi të shohim edhe mediat online me zhvillimet kryesore, kryesisht ato në arenën ndërkombëtare, telefonatat së bashku për temën e ditës, do të kemi mundësi që edhe nëpërmjet të ftuar diskutojmë pak në fakt për turizmin. Duket sikur gjatë vitit kaluar kemi pasur një turizëm gjithëvjetor dhe shifrat kanë thyer një rekord, kështu bën me dijet paktën Ministria e Turizmit dhe patjetër parashikimi i modit me shumë interes rreshje e shiu, në fakt gjatë natës parashikimi i yjeve po ashtu. Përpara se të nisim pas një shtypit me gazetën Panorama, ndalim pak dhe shohim së bashku shumë shkurtimisht çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotme, pra çfarë pritet të ndodhë gjatë kësaj të marte. SPA ka kërkuar arrestimin e zëvendës kryeministres dhe ministres infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Ndërkohë anëtarët e Këshillit të Imuniteteve dhe të Mandateve kërkojnë që ky këshill të mblidhet sërish gjatë ditës së sotme. Vlen për të theksuar se kërkohet mbledhja për të japur rrugë procedurës arrestimit. PD ka cilësuar të palishme shtyrjen pa fat të mbledhjes, duke akuzuar se po krijohen kushte për prishje provash dhe për intimidim të dëshmitarëve. Ishte më njëherë pas tyre në shtypit e bëjmë diçka tillë së pari me gazetën Panorama dhe me kryartikullin. Në gjitha të përditshme që na kanë mbritur në redaksi, patjetër jemi me numrin e kësaj të martë për datën 6 janar të vitit 2026. Fokusohemi më konkretisht zhvillimi kryesor ka të bëjë me çështjen Balluku. Abuzimet e ministres, Balluku sfidon drejtësinë, hap 4 tendera 90 milion euro. Ky është zhvillimi kryesor. Vijëzimi i rrugëve, besoj gjithë e keni parasysh, ndërsa SPAK ka kërkuar zyrtarisht heqjen e imunitetit për arrestimin e Belinda Ballukut. Strukturat që varen drejt për drejt prej saj po marrin vendime me peshë jashtëzakonshme financiare. Vetëm pak ditë pas ndryshimeve në drejtimin e autoritetit rrugor shqiptar, janë hapur me urgjencë 4 tendera të rinj me vlerë rreth 90 milion euro në një kohë kur hetimi penal është në kulmin e tij. 15 milion euro do të shpenzohen për vijëzime rrugësh. Gjitha detajet mundi lexoni në faqen 5 pra në brendësi të gazetës Panorama. Zhvendosemi dhe ndalemi tek zhvillimet në arenën ndërkombëtare që pasqyrojnë edhe në median shqiptare, pra edhe në gazetën Panorama në këtë rast. Arrestimi i Maduros dhe strategjia e re e SBA-ve, flet Valbona Zeneli. Përfshirja në kornizën Trump. Studiuesja e njohur ka deklaruar si po ndryshojnë qasja e Washingtonit ndaj Venezuelës pra ndaj një vendit Amerikës Latine. Mbetemi tek një argument çfarë ka ndodhur gjatë ditës djeshme edhe me Nicolas Maduron. Maduro para drejtësisë amerikane, front global kundër tij, Zvicra i ngrin pasurinë, Britania e Madhe mbështet ndryshimin e pushtetit në Venezuelë. Arrestimi i Maduros, sekretari Rubio, pra Marco Rubio, sekretari amerikan i shtetit ka deklaruar prova se Trump nuk bën shaka. Seanca emergjente e Këshillit të Sigurimit e Organizatës të Kombeve të Bashkuara. Në këtë foto është presidenti arrestuar i Venezuelës Nicolas Maduro dhe kryeministri britanik Starmer. Zhvendosemi në tjera zhvillime të aktualitetit, kërkesa nga demonstrata tek protestat dhe revolta skenari opozitës për 2026. Kompensimi, fondi për 3.527 pronar, lista me përfituesit në 7 qarqe. Ecim mëtej, Gjon Buzuku, libri që u rezistoi 5 shekujve si u zbulua Meshari, pra Meshari i Gjon Buzukut. Kalëm në rubrikën Histori Dosier, nga Luan Rama vjen në faqen 17. Udhëtimi i fundit drejt Filatit, një jetë në pritje të kthimit në shtëpi, rrëfimi i nënës Çami që i mbijetoi masakrës. Opinionet e ditës, 3 janë ato që pasqyrojnë në faqen e parë. I shohim në këto momente konkretisht. Nga profesor doktor Arben Mala, ish ministri i financave, mund të lexoni. Pa norma morale, as tregjet nuk mbijetojnë. Zdef Preçi, ekspert i ekonomisë, shkruan direktiva e re kundër korrupsionit e Bashkimit Evropian dhe Shqipëria në kryq. Dhe
edhe pas Kurti nga Albinot Maloku në lidhje me situatën Kosova, po edhe zgjedhjet e zhvilluar atje në fundin e vitit kaluar. Këto ishin gjitha zhvillimet nga gazetën Panorama. Zhvendosja nga gazetën e radhës është gazeta Tema, në folull kryesore të së cilës është Sali Berisha, ish kryeministri dhe krye Partisë Demokratike. Pozicionoi më së miri edhe gazetën për ta parë me detaje. E kemi në këto momente edhe shkrimin që e shoqëron pra përveç fotos. Çfarë përmban akuzë e re për Sali Berishën? SPAK në sit pasurinë e fëmijëve. Çfarë përmban akuzë e re për Sali Berishën? E lexoni çdo gjë në faqen 3. Zhvendosemi në të njëjtin argument në fakt me 2-3 zhvillime të tjera. Vetë Berisha ka deklaruar fëmijët e mi kanë përfituar shtëpi njësoj si 1 milion shqiptar. Pra fëmijët e mi kanë përfituar shtëpi apo banesa në njësoj si 1 milion shqiptar. Protesta e opozitës të reagon Balla. Kampanjat e 20 janarit bien më fort se kurrë dhe në këtë foto me aq sa mund të kuptohet nga ekrani është foltore radhës apo protesta radhës opozitës pas ditën e djeshme përpara kryeministrisë. Ana e panjohur e mjeshtrit të famshëm me origjinë shqiptare lexoni në faqen 10. Bëhet fjalë për John Milley, që konsiderohet fotografi shqiptar më i suksesshëm në botë për 100 vitet e kaluara. Zhvendosemi në pjesën e sipërme. Emrat e kryeministrave teknik. Kryeministrave teknik në thonjza si një ilaç për inatin e shqiptarëve ndaj Berishës. Antena brenda familjes, Muli kërkon të ruhet sekreti për emrin e kryeministrit të ri. Kreu i ri SPAK firmos strukturën e re, rolet që do të kenë prokurorët. Drejtues të rinj pra të seksioneve marrëdhëniet me jashtë apo edhe ndaj seksionit ndaj korrupsionit dhe ndaj krimit organizuar. Nga Merobaze mund të lexoni jo thjesht opinionin, por dhe editorialin e ditës, pra qendrimi redaksional të gazetës Tema. Foltoria është një shpëtim për të gjithë ata që duan të jenë optimist. Nga Fatbard Kadilli, bota që frymëzoi të ardhmen ton ka vdekur dhe Frok Çubi shkruan koha e fistit të qartun. Këto janë opinionet që lexonin faqet 8 dhe 9 në brendësi të plota. Nga Tema vjojmë pas hyrjes së shtypit, ndalemi me gazetën Dita. Do të shohim këtë të përditshme. Gazeta Dita është e radhës, edhe nga gazetën Dita zhvillimi kryesor ka të bëjë pra me jo thjesht situatën në Venezuelë, por edhe një lexim edhe shpjegim që pse ndodhi sulmi amerikan. Eksaktësisht janë 2 analiza. Jo, s'është vetëm nafta. Ky është krye artikulli në gazetën Dita, pra jo, s'është vetëm nafta. Për gënjeshtrat që nuk kanë më nevojë të jenë të sofistikuara dhe për rendin global që zgjati 80 vjet, por sot është në pragun e zëvendësimit. Shfaqja e pafrenuar e forcës ushtarake dhe politika e re e motivuar nga perspektiva e përfitimit tregtar është shpërbërja e rendit ekzistues që duhet pranuar hapur dhe 3 rendet e reja që do të jenë gjithçka tjetër përveç se të rregullta ose të lira. Pra, rend i ri botror, në këtë material të gazetës Dita dhe në këtë analizë thuhet se është rendi ekzistues, është shpërbër, do të ketë rende të reja, të cilat do të jenë përveç se të rregullta, do të jenë gjithçka tjetër përveç se jo të rregullta edhe jo të lira. Pra, shumë vështirë të lexueshme apo të deshifrueshme. Hetimi, fëmijët dhe pasurit, çfarë përmban akuza e re SPAK për Sali Berishën, si janë transferuar dhe shkëmbyer pasuritë e paluajtshme të familjarëve të Berishës, duke vënë në fokus rolin e vajzës dhe bashkëshortes së tij në transaksione që fillojnë që në vitet 90. Korrupsioni, arrestimi i Ballukut, kërkohet për herë të katërt rimbledhja e Këshillit të Imuniteteve, të cilin ne diskutuam e trajtuam si çështje. Procedura parashikon dëgjesa, raportim dhe më pas votim në seancë plenare. Në një moment pra që struktura e posaçme antikorrupsion apo drejtësia ka një kërkesë për të hequr imunitetin një deputeti në këtë rast. Në brendësi nga Fatos Tarifa, a i do shteti ata që mendojnë, rikthehet rubrika pyetje dhe përgjigje me krye redaktori në këtë rast pra të gazetës Dita. Rubrika shëndetit, pandemia që disa i urtësoi, të tjerë i plaku para kohe, vendimet me informacion të paplot nën presionin e kohës dhe frikës masive. Patos Marins, sëmundjet malinje në zonat me naftë, përhapje europiane, kur pritet të mbëri kulmi i gripit, në këtë rast pra kur pritet të mbëri
në Shqipëri. Fotografia, Berisha kapet mat duke lexuar artikullin ku e quanin trushkullur Sulmon Adretik Doçin duke e quajtur shpifës dhe gazetar të Linda Ramës. Politik me laps dhe gom, nga akulli në Karaibe. Pas Venezuelës, Donald Trump merr në shënjestër Groenlandën, Kubën dhe Kolumbin. Ambicje në shkallë kontinentale. Donald Trump, pra presidenti amerikan, prezanton hartën e re të interesave strategjike në hemisferën perëndimore, mes kundërshtive të forta nga Danimarka dhe Kolumbia. Detajet janë në brendësi e mund i gjeni në faqet 16-17. Përfundojmë edhe me gazetën Dita. Zhvendosim me gazetën Telegraf, është e radhës, në pas të shohim Panorama Sport edhe me mediat online, do të jemi me shumë interes, sepse gjejmë edhe zhvillimit e minutave të fundit, kryesisht edhe ato në arenën ndërkombëtare. Por jemi së pari me kryertjullin e gazetës Telegraf, edhe në këtë të përditshme jemi me numrin e kësaj të martë për datën 6 janar të vitit 2026. Blerja një shtëpie misioni pamundur, ja referencat e reja që do të rrisin çmimet. Nga 1 janar i vitit 2026 hyr në fuqi ligji për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, që do t'u jap mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të rivlerësojnë pronat e tyre me tatim 5% nga 15% që është norma, si dhe VKM-n për çmimet e ndryshuara të referencës në rrethe. Por pas rivlerësimit, do të rritet edhe taksa e re e pronës për të cilën qytetarët do të paguajnë më shumë dhe këtë Ministria e mban të fshetë. Çmimet e reja do të rrisin edhe detyrimin e ndërtuesve për taksën e ndikimit infrastrukturë, e cila do të çojë edhe në rritjen e çmimeve të banesave, si do të veprohet me apartamentet e ndërtuara para viteve 90 dhe lista me çmimet e reja sipas qyteteve. Në faqet 4 dhe 5 vjeni plot ky material. Kreu i SPA Klodian Braho firmon strukturën e re pra të strukturës posaçme antikorrupsion, ja rolet që do të kenë prokurorët për hetimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Pra nëse i ndan si sektor apo edhe si departamente, janë emëruar drejtuesit e antikorrupsionit, kundër krimit organizuar dhe për marrëdhëniet me jashtë. Babëzia energjetike, kesh kapet mat, shkeli procedurat, rriti kosto dhe nuk pagoi kredin ndaj berësh për sigurinë e digave. Kongresi Amerikan shpallin sanksionet e reja për Ballkanin, bllokim pasurish dhe vizash për të korruptuarit dhe destabilizuesit. Zhvendosemi në profesor doktor Gjergji Foto. Ja përse arsimi lartë shqiptar, sot është në krizë identiteti dhe i lën pas dore nga shteti, ndër vite mbizotëroi korrupsionin. U shkërmoqën themelet e ngritura me mundim për arritjen e treguesve të lartë cilësor universitar dhe përgatitjen e specialistëve të aftë. Në Europë investohet në arsim, tek ne ulen fondet çdo vit. Shohim një tjetër zhvillim në gazetën Telegraf, jashtë mafja e ilaçeve helmon shqiptarët me medikamentet skaduara dhe çmimet larta. Kupola e sigurimeve shëndetësore favorizon abuzimet, kontrabandën dhe mashtrimet e depove farmaceutike dhe farmacive, duke ndarë bashk parat, produkte e aktivitetit kriminal në dëm të shëndetit shqiptarëve. Sipas auditimit, Drejtoria e Kontrollit pranë fondit ka shmangur kontrollin dhe dokumentimin e datës së skadencës së ilaçeve në depot farmaceutike. Profesor Gabriele Paopej Andreoli, ekskluzive nga Washingtoni në Venezuelë, diplomacia shkencore sot nuk është opsion, është një detyrë. Paqja sot nuk është me horizont i qëndrueshëm, brenda të cilit shpaloset politika. Më tepër në faqen 12. Zhvendosemi në rubrikën dosier nga Çano Nora. Jemi ende me gazetën Telegraf. Si e quan Enver Hoxhën, studentin e dobët të Institutit Francez të Korçës në Universitetin e Parisit. Lidhjet me ministrin e Brendshëm Abedin Hoxha, i cili ishte kushëriri i tij nga Hoxhët, Krushqia me Omarët dhe rekrutimi nga Ahmet Zogu. Doktor Zekri Palush, infeksioni bakterial i gjendrës së prostatës, shenjat klinike dhe diagnostikimi. Rubrika Mozaik dhe aktualitet, avokat Langozi, Stelfo ka planin një mafioz implikuar me krimin dhe drogën. Avokat Ndue Pietra, gjyqtar dhe prokuror, drejtësia shitet, por zoti ju shikon.
Lambert, disa pap kanë qenë shqiptar, Klementi 11 midallori prej tyre, Gëzim Llojdia, si u identifikua flamuri kombëtar që u mbulua Ismail Qemali. Opinionet e ditës nga profesor doktor Afrim Krasniqi mund lexoni, pritshmëritë dhe sfidat 2026. Irena Beshiraj, ish zëvendës ministre e financave në periudhën e qeverisë Rama, çfarë turpi fundi juaj i shëmtuar. Këto ishin gjitha zhvillimet edhe për gazetën Telegraf, kalojmë në Panorama Sport. Edhim një sy dhe marrim zhvillimet sportive, kryesisht me futbollin. Në fakt që të paktën në Shqipëri futbolli në vend ende nuk ka rinisur se takon vitit 2026. Kështu që fokusi është edhe tek Mercato, pra tek tregu i shitblerjes së futbollistëve. Mercato, Tirana ndëron Redon Xhixhën në janar. Sulmuesi mund të lërë ekipin e Belouizdadit për kryeqytetin shqiptar, por Ernest dhe Kuka dalin në stërvitje, prezantohen edhe dy lojtarë. Duplantis synoi 6.40 metrat dhe 2 medalje olimpike. Zhvendosemi tek Partizani, intervista Atanas Koski, Final Fouri, objektivi minimal. Në foto është mbrojtësi i majtë i Partizanit. Kapiteni lë gjithçka hapur për rinovimin me Partizanin, nevojitën për forcime, po punohet gjithkohës për afrimet. Da Silva, largimi i dytë nga të kuqt e kryeqytetit. Teuta, Gomes shitet në Japoni. Pastrohet edhe Gonzales Zela. Zhvendosim tek flamurtarje, emisarët e Gallatës, pra të Galatasaray, takime Idrizin dhe kryebashkiaken e Vlorës, mes fushori, Interi mban në ajër Aslanin goditje për kombëtaren, sepse në një farë mënyrë duhet sa më në formën ndeshjet e muajit mars. Artan Bano merr Lushnjën, fitoi zëri tribunës. Sefa e prezantoi dje trajneri, detyrim të kontribuoj për qytetin. Ja qëllimi që kemi. Piloti meksikan Perez të jesh shok ekipi me Verstappen, puna me keqe në Formula 1. Kalojmë tek zhvillimet nga futbolli evropian në këto momente. Në foto është Luciano Spalletti, trajneri Juventusit. Itali, ardha e Spallettit nuk mjafton, tek Juventusi duan golet për shënohet pak. Spanjë, Reali, Perez harroi një afrimet këtë mercato. Talenti Lennart Karl i Bayernit të Munich, synimi i Gjermanit është Madridi dhe Angli. Sose durimi, Manchester United i tregon derën Amorimit, pra ka shkarkuar trajnerin Ruben Amorim. Është zhvillimet edhe në Panorama Sport në këto momente. Do të zhvendosemi me shumë interes, duke mbetur tek pasqyrja e shtypit me mediat online, duke nisur me shqiptar.com, që është faqja zyrtare në internet. E shohim me detaje dhe me interes për të marrë zhvillimet kryesore në kohë reale. Mund të vizitoni në çdo moment pra faqen zyrtare në internet shqiptarja.com. Kemi dhe zhvillimin kryesor pas sulmit të SHBA-ve të shtëna me armë pranë selisë qeveritare në kryeqytetin e Venezuelës, pra në Caracas. E në këtë foto është vendi ku janë raportuar të shtënat me armë zjarri. Shohim rubrikën minut pas minuti, janë zhvillimet më të fundit. Në fakt, nuk jemi në luftë me Venezuelën. Donald Trump ka deklaruar nuk ka zgjedhje në 30 ditët e ardhshme, na duhet kohë. Kalojmë në tjera materiale, duke vijuar edhe me aktualitetin këtu në Shqipëri. Berisha vjon të braktistet edhe nga militantët. Një grusht njerëzish i shkojnë në protestën para kryeministrisë. Pamjet me dronë mund i lexoni në brendësi, mund i shihni më saktë në brendësi nëse klikoni, dhe kjo është një foto nga protesta e Sali Berishës para kryeministrisë ditën e dieshme apo foltorja e radhës ekonomi. Stëgrimi i makinës, çmimi këtë vit rritet me 15% për ata që kanë shkaktuar dëme. Dhe duke u rikthyer zhvillimeve nga arena ndërkombëtare, Nicolas Maduro del para gjykatës amerikane deklaron jam i pafajshëm. SHBA-t në Këshillin e Sigurimit në OKB kanë theksuar nuk ishte një pushtim në Venezuelë, por arrestuam një terrorist. Këto ishin disa nga zhvillimet kryesore në shqiptare.com, faqen zyrtare në internet. Zhvendosemi pak me kohën ditore për të marrë disa zhvillime nga rajoni nga Kosova më së shumti, dhe fokusi kryesor, pra lajmi i parë apo ballina në një farë mënyrë siç thonë edhe në Kosovë, ka të bëjë me zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të zhvilluara më 28 dhjetor. Partitë opozitare heshtin lidhur me reformat e premtuara pas humbjes në zgjedhje. Emini, VV-ja, pra vetë vendosja, nuk e ka bërë të qartë nëse e mbështet Osmanin për presidente.
7 mësimdhënës dhe 7 zyrtar policor u dënuan për keq trajtim gjatë detyrës zyrtare. VV-ja, pra vetëvendosja, ja merr një ulse në kuvend PDK-s, do të thotë shton numrin e deputetëve, ndoshta kjo ka ardhur edhe nga vota e diasporës, pra që ka qenë masivisht më së shumti për lëvizjen vetëvendosje. Mirë nga koha ditore, zhvendosemi në mediat italiane, ku shohim edhe zhvillimin në arenën ndërkombëtare, në Corriere della Sera së pari, dhe më pas do të zhvendosemi edhe në La Repubblica. Shohim zhvillimin kryesor në Corriere della Sera, një nga zhvillimet kryesore ka të bëjë me atë çfarë po ndodh në fakt pas asaj tragjedie në Crans-Montana, pra në Zvicër, në natën e ndrimit viteve, ku ka humbur jetën më shumë se 40 të rinj dhe ku ka pasur edhe viktima me origjinë nga Italia. Përqafime, heshtje, por edhe lot në Milano dhe në Rom kanë mbritur trupat e pajetë të rinjve italianë, për të cilët kanë humbur jetën në atë tragjedi në Crans-Montana. Zhvendosemi në këto momente, shohim edhe zhvillimet që vijnë nga Shteti i Bashkuar të Amerikës edhe nga Venezuela. Maduro në gjyq dje ka deklaruar: unë jam ende presidenti i Venezuelës dhe jam i pafajshëm. Momenti i shoqërimit të tij, çfarë ka ndodhur në gjykate dhe problemet me shëndetin që ka shfaqur edhe Nicolás Maduro. Nga Corriere della Sera, shumë shkurtimisht edhe në La Repubblica do të jemi në këto momente, në median tjetër italiane. Patjetër të marrim zhvillimet në arenën ndërkombëtare edhe me lajmin e minutës së fundit, apo me atë që është në plan të parë, pra në faqe të parë. Pas sulmit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Venezuelë, gjatë natës është regjistruar pra një shkëmbim zjarri ose të shtëna merrmëzjarri të dhunshme në Caracas, shumë pranë selisë së qeverisë, siç e përmendëm dhe siç e lexuam edhe në shqiptarja.com. Ky është zhvillimi i fundit. Dhe nga ana tjetër, zbulohet çfarë ka ndodhur në sallën e gjyqit edhe në La Repubblica dhe megjithatë çfarë ka thënë Nicolás Maduro. Jam i pafajshëm, më kanë rrëmbyer, unë jam pra një i burgosur lufte. Këtë ka deklaruar Nicolás Maduro, nuk di nëse tashmë mund të themi ish presidenti i Venezuelës, duke qenë që është betuar si president edhe Delcy Rodriguez, ajo pra që është zgjedhur si e përkohshme dhe që ka qenë zëvendës presidente. Mirë, këto ishin zhvillimet, paktën zhvillimet kryesore, dhe kjo ishte gjithë pastruja e shtypit për ditën e sotme për këtë të martë. Jo vetëm me mediat print, me gazetat që mbërrin në teksti, por edhe me mediat online për të marrë zhvillimet në kohë reale, në kohë të drejt për drejt dhe lajmet e minutave të fundit. Kalojmë në këto momente një hapësirë publicitare, disa reklama. Këshilla biznesi me shumë interes dhe rikthehemi për të vijuar me shtypi ditës dhe jo.